militar rinor? Unë po ndihem që ju nuk të lini të vdesësh. Ju jeni ardhmja jonë, ju jeni bukuria jonë, dhe unë ku shikoj juve këshu në skena, më kujtojnë vitet e mia të vegjilisë, që nga klasë e 2 fillore që kanë filluar aktivitetet me këto problemet e material letrare në shkollë fillore, po tani që erdha këtu, ati përndër dhe shokët që më kanë ftuar, dhe u falemderit dhe juve që preokupoheni edhe do e qoni më përpara gjithë këtë jetë të aktiviteteve në skena tona të Shqipërisë. Atëherë tani besoj se jeni gati të përballeni me pyetjet e panelit. Tashim dhe sa mundemi do të përgjigjemi çdo pyetje. Shpesh herën ju drejtoj këtë pyetje të ftuarve, ndërsa nga ju, zoti Sherif, kërkoj, nga e keni origjinën dhe pse e keni rënë në të vend të mrekullueshëm? Origjina ime është Dibër e Madhe në fakt. Para vitesh kam ardhur në një fshat në periferi të Patosit, po nga Dibra në Berat, nga Berati në Patos. Në fshatin Rusinj, ku atje linda unë, atje e kalova pasoj jetën që u bera dhe me 9 fëmijë, e 7 vjem me 2 vajza, dhe kam kënaqësinë e madhe që unë jam nga fshati Rusinj dhe sot jam banues i lagjes Mustafa Matohiti Patos. Shpesh prindërit tanë i respektoni traditat e të parëve të veta, po ju i respektoni këto tradita, a ju a keni shpërndarë fëmijëve të tuaj në familje? A mund të na tregoni diçka më tepër për këtë? Unë edhe me gjithë shokët që bisedojmë të moshave të ndryshme, po për moshatarë tamë flasim për brezat e ardhshëm, që çdo gjë mund të ecin e mund të bëj përpara, po nuk duhet të harrojmë të kthejmë edhe kokën prapë. Në që drejtime kam këtë? Në linjat e respektit të të rinjve ndaj të moshuarve, të moshuar ndaj njëri tjetrit, dashuria për njëri tjetrin, sepse këtu në këtë atë që e shliruan të paratanë dhe ne po e gëzojmë, përveç e dashurisë nuk na mbetet gjë dhe mos allakatemi me probleme të ndryshme që nuk i vlejnë asnjërit as tjetrit, po të duam njëri tjetrin, të punojmë së bashku e të ndërtojmë akoma më mirë këtë vend që ta gëzojmë së bashku prapë. Ju jeni Dibrani zgjuar, a u ka marrë mami për bukurinë e rrallë të vendit tuaj? Unë kam sajuar dhe një këngë për atë pavarësisht, se unë nuk jam largë shumë ati vendit ku kam lindur, po i bara një libër ati fshati dhe i bara dhe një këngë, pastaj që e këndova atë këngën për fshatin. Unë i lash 2 kujtime të bukura fshatit, edhe i them në valjet e këngës atë. Ju jeni një artist i kompletuar. Si lindi arti tek ju dhe kush e zbuloi? Në fakt, e përsërita pak më përpara, ku kam qenë në fshatin Kuqar, në shkollën në fillore, me një mësuese të shkëlqyer fjerake, Fania Ekonomi, e kushërire këtij Sokrat, ekonomi tjerë sotëm me organizatën e familjes dëshmorëve të Fierit. Nxënësit të përgatiteshin për këto skeqet që quheshin atëherë, material letrar, ju themi sot neve, nga Kuqari na prunë në Griz. Edhe ishte një skeqe ku tregonte pastërtinë e nxënësve për të vajtur në shkollë. Çfarë duhet të bëjnë? Duhet të vend të qesma, të lajnë duart me sapun, të lajnë fytyrën, edhe të kryen e pastaj të nisën në të vend nxënës rregull në shkollë. Dhe unë atje kam patur rolin e sapunit, krerin e kishte një nxënës tjetër shoku im, edhe pasqyra që një vajzë. Edhe që atëherë më fut në gjak arti, e deri tani
nuk jam marrë artit edhe jam i gatshëm prapa që derisa të vdes në skenë kështu e kam titullore në telereportazh doja të vdisja në skenë që e ka dhe Apollonit. A këthrimit e ju lindi spontan, apo i keni të lindur, pra të trashëguar? Unë do thema të trashëguar, po në fakt më bëhet qefi për juve, edhe që e kujtoni, edhe dua të them që po vjena edhe po i heqin edhe këto gjërat e bukura që ka patu skena shqiptare, ka patu arti, kinematografia shqiptare, edhe bile këto filmat ka mendime të mykura për mendimin tim që duan hequ këta filmat shqiptar, edhe aktivitetet në skena tona fjerë patosën tërë Shqipërinë flas. Unë jam kënaqur mrama, po më shumë gruaja ime, plaka i them tani, që pa një film që kemi luajtur të poj gryk të Semanit, që u qfaq mrama pesha e kos me Ricardo Larjen, edhe skenarist, edhe regjisor, edhe në rol kryesor. Unë isha installier të lopët atje, që më bën vetja si kryetar kooperative. U kënaqja mrama që pashat filmin, po kemi luajtur edhe 5-6 filma të tjerë, edhe kam kënaqësinë që ata shokët e kinostudios televizionit i falenderoj që më kanë respektuar, kanë ardhur, kanë dërguar makina, kanë analuar xhirimet, jo se kam qenë ndoshta ndonjë aktor i madh pa ai që jam. Në Kuqovë ishim me Mevlan Shanën regjisor dhe filmi Fletë të Bardha, erdhi atje, më priste Esma Golli, Dibrania me gjithë Pavlin Amanin, u pesbullon xhirimin dhe erdhi më mua dhe u futa direkt në rol sa vajta dhe ndjeva një kënaqësi të veçantë. Me këtë dhe vazhdoj edhe pares në i ftesë prapë, të marrim pjesë prapë edhe tani, po dua edhe bëj një thirrje këtyre pushtetarëve tanë të mos arrin e të majnë se hirë, edhe këto skena tona janë në patos dje pati një aktivitet me poezi, poema, që i dëgjojmë mu salla plot, po skena tona nuk duhet të rimbosh, duhet të argëtojnë njerëzit me shfaqje, me komedi, me koncerte, me estrada, premiera estradash, që njerëzit që kanë stresin në kokë, kanë hallet e tyre, edhe ajo shfaqja atje në skena i shlodhë dhe u heq pa ka shumë streset që ka. A e mbani më ndalin e parë në skenë? Dhe kush ishin emocionet e para zoti Sherif? Emocionet e para kanë qenë në Pallat Kulturës të Patosit, që kur u futa me aktorë të mëdhenj kështu, mendoja tani mos edhe nga të rohesha, kuptonte se ndryshe ku ishte mosha e juaj kështu e më freskët e më tash, po aty e ndjeva dhe më ngushtë, unë ndjeva që këte komedia që u vunët gjithë skenat e Shqipërisë, kjo e komedisë që kisha rolin e Jovan Bregutë dhe aty për tekstin e kisha në qikë fjallën e pata pak të vështirë dhe thash do nga të rohem dhe më suflon të plaka atje në shtëpi gruaja duke bërë tërë ato pjesë të rolit tima të kë komedia Pallatin 176 dhe kur e dham shfaqjen nuk e prisja të mire a një diplom aty domethënë si interpretues i mirë i kësaj komedie. Zoti Sherif, krah daljes tuaje në skenë, në komedi apo dram, ju jeni edhe pjesë e alitës së kinostudios të aktorëve shqiptar. Si e keni pritur këtë mrekulli dhe a jeni ndjerë me fat? Unë edhe dje ku njëta në Pallat Kulturës, shikojta me shokët e mi gjithmonë me shoqet,
vallet që kishim luajtur në skenë. Shikojta materiale letrare, skeqet që kemi luajtur me shokët, me shoqet. Edhe unë edhe me komedi, edhe me premiera estradash, edhe me shfaqje me teatro, edhe me televizionin apo kino studio me filma, kinografia shqiptare, po me ashtu që aty që unë edhe në ndërmarrje përgatisja grupet, edhe në më thënë Pallat Kulturës Patos. Se atje ku punonim kishte takime me këto olimpiadat teatrale apo të stratave që bëjshin takimet, po edhe në shkallë kombëtare me Pallatin e Kulturës. Dhe jam, domethënë, treguar i gatshëm në gjitha këto, po në filma po ishte një çik tjetër vende dhe kishte kënaqësi akoma një çik më të madhe të filmi, sepse ishte një diçka që edhe të gjithë nuk vjen të luajnë, po unë kam dhjerë atje kënaqësinë më tepër, po edhe këtu ku kam qenë, kam dhjerë një kënaqësi të veçantë aty në punën time në skenën e Pallatit Kulturës Patos Fierës, edhe këtu kemi marrë pjesë edhe në Patos. Zoti Sherif, ndonë se jam në hapat e parë të aktrimit, dëshira ime më e madhe është të dëgjoj dhe të shijoj pjesë të interpretuara prej jush. Ju lutem, a mund të na interpretoni një monolog? Unë të shtasoshe pak më para kur fola, edhe në ushtri kam marrë pjesë me këto grupe diletante të ushtrisë. Bile kam zënë në vend të parë me një monolog që kam ashtu në vitet 64 flas, ku ju s'kishit lindur. Mirja pjesë me Shtëpinë e Kulturës Beratit, Margarita Tutulani. Ishim 10 ushtarë të zgjedhur që aktivizoheshin me Shtëpinë e Kulturës Beratit. Edhe këtë e Beratje, edhe me këtë monologun, ky më ngriti një çik që unë erdha 10 ditë me leja atëherë se kisha 2 fëmijë të lindur ku isha ushtar. Edhe pregatitat edhe po e jap tani para jush. Hall ashtu edhe hall kështu. Juve mund të duket poshtë si prallë, po në fakt neve na ka ndodhur atje në mahall. Dhe ka ndodhur ja se si. 3 shok qysh fëmini i qanin hallet shtruar, se që të 3 ishin martuar. Hidhet njeri edhe thot, s'disht u them bre, por kjo bot, pas ka tepër nga të resa, me fijesa, me martesa, me telashe, bin me mera, he me nuse, he me vjera. Martes më vajti taksirati, vallahi nuk pata fat. U martova dhe me shkes, po që do që u lodha kot për bes. Masi lindën 3 fëmijë, krisi sherrin shtëpi. Dilte dielli, dilte hana, grinde i nusja, grinde i nana. Grinu ditë e natë, kaca fitu me shamat. Edhe unë, për të gjetur qetësi, e ndava gruan me fëmijë. Hidhe tjetri edhe unë, që martova të reqo punë. Në shtëpi jam e njëherë, plasë si grinja nuse vjerë. Ki e keqe, ki e ligë, ki e gjarën, ki e shtri. Orë ditë për ditë bëjekja meti, nga tja maja unë i shkreti. Më kizen bre belaja, se kërcis të shamataja. Po më në fund, si u mendova, edhe nënën time e largova. Të 2 heshtë duke pritur, shokun tjetër më të rritur. Edhe unë tha i treti do të t'ju them pra se shme gjeti. Në fillim a shok dhe mi, erdi nusja në shtëpi, nusja dhe nena u thartuan, për ndër se mora veshe si u zëmruan. Nusja qante, edhe nena qante, po burri hison e kuqja mante. S'keshti bashmore, kështu është temë. Nusja është nuse, nena është nenë. Mora nena në një qoshe dhe i thash, o nenë, lafet boshe mojnë unë asili marsi, mos ma shaj nusën për sëri, ti më domoj, edhe unë të dua, por mos harromoj se kam grua. Mora gruan pak më janën dhe i thash, mu gjesh belan, nga i ke këto mendime moj, është vjera jote moj, është nena ime, në më domoj si më këthen, mos harromoj se kam nenë. Në fillim së më të gjonin, prapa vazin e vazhdonin. Po më në fund,
I pajtova. I pajtova me mundime. Por tani shtëpia ime rrie i qeshur e gëzuar, lumë ata që janë të martuar. Ju falenderoj shumë zoti Sherif dhe ju uroj një jetë të lumtur dhe shëndet. U falenderit, jetë e shëndet kemi gjithë juve. Ku është ndjerë keq artisti Sherif Azizaj në sheshet e xhirimeve të filmave ku keni marrë pjesë? Na tregoni ndonjë histori interesante. Të ndjerën dhe e paruar qoftë aktoria e madhe Ajri Rondo, kum regjizori ishe Satibro dhe u gjirua filmi në Azotik të Fierit. Dhe Ajri janë djes pas bën një ftesë. Nuk e prisha dhe vajtë. Më dha një rol mekaniku atje. Ku ishe roli me profesionin tim, që punoja u shef me të njashëm. Edhe shkova dhe sa do vajta me emocione, me gjera këshu, po e madhja Ajria duke më ndihmuar, duke më bërë dhe më bërë që unë atë role të krya me shumë suksesë në ajo që kisha pak emocione dhe kisha. Edhe ikua, po unë kam luajtur me aktor të mëdhenj të Korçës, me të madhin Kadri Roshin në radhë parë. Pastaj me Jani Rizën e Korçës, me Petrikën që është sot, ndjes pas Jani, Stavër Shkurti. Shumë aktor të Korçës dhe të gjithë Republikës që Esma Agolli, Tinka Kurthi, Violenda Manushi, kjo, Margarita Xhepa, kam qenë me ca aktor që kam mësuar shumë për e tyre në jetë, jam edukuar në radhë parë, dhe sa të jem gjallë nuk do t'i harroj dhe kam kënaqësinë më të madhe që më kanë respektuar dhe unë i kam dashur shumë dhe i kam respektuar më shumë. Më dukesh mua se ku i doja i kisha më të mëshuar të prindër, edhe ata tjerë vëllezër e motra. Arti është gjë e madhe që nuk të le të vdesësh, është një kënaqësi shpirtërore dhe luma ai që nuk ke dorë në jetën në arti. A ndihesh në hije nga regjizorët e sotëm dhe pse? Këtu në Fiera të tërë këta aktorë që kanë qenë, edhe më kanë thiru, kam marrë pjesë në aktivitetet e Fierit. Dhe e gjitha të, kuptonti, aktorë të vjetër, unë shikoja të filmin e më kujtojshë Fatosela, aktori madh Fatosi, me atë vokal, me atë dhe të përsosur. Edhe ku e shikoja mërëm edhe Kadir Roshin, edhe Fatosin. E këta shokët e filmi Pesha e Kos, më thënë, Ajria tani kote fundit dhe unë e falenderoj televizionin dhe në veçanti regjizorin ton, jo të bëjmë vetëm, po të kemi së bashku, Josif Takun që i ka bërë një ndere, një respekt edhe aktores madhe Ajria Rondo, edhe këta shokët e tjere që janë aktorë të mëdhenja, po sotë, po e shikoj, kuptonti që skena, po varfërohet, nuk ka aktivitetet, prandaj se mua bëj i thirrje këta që të aktivizohen të gjithë, të vjenë në funksion pune gjithë skenat e Shqipërisë me shfaqje edhe me filma të ndryshëm shqiptar. Sepse ka aktor të mirë Shqipëria, po duhet ashtu se ca po ikin, po largohen, ja vjen Plumkulla, shkon në Amerikë, pastaj ku kanë një ftesë këthe, vjen këthe prapë. Po, si Plumi ka shumë tjerë aktorë. Ju keni luajtur në filma të ndryshëm, me aktorën e madhe të paharruarën dhe të ndjerën. Ajri Rondo, si u vjen në kujtesë portreti i saj? Unë nuk më shkuan kot lot, bile për mua tek telereportazhi
do doja të vdisja në skenë, që kanë folur disa aktor edhe regjizor për personin tim, po me ajrien e paharuar qoftë. Shkoj të një lokal katë dytë, kërkoja një shokun tim tek prefektura, po vetë atje e gjej me gazetarin që po diskutojshin e po i mirë të një intervistë hajrija së gazetari për mua, sepse u montuaj telereportazhi që e jepë edhe Apolloni, edhe sa u futon derë, më tha mua, i tha atit gazetari, ja tha, na u shfaqsa edhe aktori Sherif Aziza, i tha. Shkuam atje, u përqafuam, edhe kanë folur fjalët më të mira, që nga Mevlania, Kozmadushi, këngëtarja, Hajria, e gjithë aktorët e tjera, jo edhe këta pushtetarët, kryetari bashkisë, apo drejtori i Pallatit Kurtulës Patosit, e tjera. Ju keni lëvruar dhe në fushën e muzikës, madje keni kënduar dhe keni gati një këngë të cilën e presim së shpejti të interpretuar nga ju. Mund të na këndoni një këngë që të dëshironi ju? Unë i bëra një këngë fshatit, i bëra librin, pastaj i bëra edhe këngë. Pastaj më mrapa, kam e një këngë gati, do të them më mrapa te, po këtë këngë e bëra për fshatin tim dhe them, vardjet i kam thuru këngës për fshatin. E them këto vardje i thura këngës që i këndoj me shpirt të zemrës. Kënga është për fshatin tim, do këndoj si bilbilëse. Në çdo vend them ku ju jetoni tërë fshatarëve, këtë këngë do e dëgjoni. Kënga është për fshatin ku kam vlerë, them, i këndoj se ka shumë vlerë. Ka vlerë me gjithmend, vendi ku ka rënë koka atje ku ke lindur, ka shumë vlerë. Këto variantë të kësaj këngë që. Këngën që këndoj, them, flas për kohën e shkuar. Në vitin 60 moj bashkë kemi martuar. O bashortja ime, them, se shtë pata fat. Erdhe nuse në Rusinj moj, na kalmi buxhak. Mi po nuk do plaka naziste, mo ma kujtoa të kalmi buxhak, thot, se ku la fosën na njeri kështu, thot, o po ti së kur jena kalmi buxhak e të parë, thot. Edhe i vjen rend, nashi së ku ofendohet, nashi, po ati e ke lindur themun, po atë fjallë të themun, atë të kalmi buxhak. E do të ashtu bëja, këngën të plot, e kam gati, edhe, do të herën të të apallat. Që këndoj me shpirë të zemë, kënga e për fshatin tim, do këndoj si bilbil. Kënga e për fshatin tim, do këndoj si bilbil. Në çdo vend të ku jetoni, këtë këngë do ta dëgjoni. Oj për fshatin ku kam ne, i këndoj që ka shumë vlerë. Oj për fshatin ku kam ne, i këndoj që ka shumë vlerë. Fshatim që etëm si, ku ka lindur baba i, si dhe unë në biritin, kur i dade në fëmi. Si dhe unë në biritin, kur i dade në fëmi. Në çdo vend të ku jetoni, këtë këngë do ta dëgjoni. Oj për fshatin ku kam ne, i këndoj që ka shumë vlerë. Oj për fshatin ku kam ne, i këndoj që ka shumë vlerë.
Oj për shapin e ku kam le, I këndoj që ka shumë le. Zoti Sherif, tani është momenti më I vështirë, por edhe I këndshëm për ju. Personazhi misterioz vjen tani me pyetjet e tij për ju. Besoj se do ta mirëprisni. I pandrejshmi. Përshëndetje zoti Sherif. Përshëndetje o Floriri I Sherifit. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje bashkëmoshatar, gëzuar që të gjithë Halloweenin. Dhe përshëndetje këtë të pazëvendësueshmin zotin Sherif. Me sa kam informacion, ju e ndiqni emisionin Tom 782 dhe dua t'ju bëj një pyetje, por dua të më përgjigjeni shumë sinqerisht. Patjetër. Atëherë, pas emisionit, sa eri pyes të ftuarit e tjerë se si ju duket personazhi im, ata më thonë je I sikletshëm, për të mos më thënë je I frikshëm. Por unë u them atyre se nuk jam unë, por është personazhi I cili ka ndërtuar regjizori ynë. Atëherë, unë dua dhe një mendim nga ju. Nuk është I frikshëm, është tamam ashtu, është pak emocionale, sepse njeriu do në çdo vend kur I bën pyetje duhet I përgjigjet pyetjeve të sakta e të sinqerta. Ju falenderoj shumë për përgjigjen tuaj. Faleminderit ju. Atëherë, besoj se jeni gati të përballeni me pyetjet e mia dhe të diskutojmë që të dy si artist. Patjetër. Cili është shteti që e festoi Halloweenin për herë të parë? Për herë të para, me sa di unë, është ashtu edhe në vendet të tjera, po për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, ju falenderoj për përgjigjen tuaj. Vazhdoj me pyetjen e dytë. Kush ishte amaneti I sëndjerës Hajrie Rondo? Ku donte të varrosej, në cilin qytet? E pa harruar tjetë, edhe ka lënë gjurma të mira në çdo vend ku ka luajtur, sidomos për firin tonë, për kinematografin shqiptare, amaneti I sejtë për varim që varimi mua të më bëhet në ima. Ju falenderoj për përgjigjen tuaj. Faleminderit. Zoti Sherif, ishte një kënaqësi shumë e madhe që komunikuam së bashku. Kënaqësia që më shumë për mua dhe paqjetën e gjata, juve bashkë me këta kolektivin tuaj të nderuar e të dashur, ju uroj gjithë të mirat në jetë, të marroni me gjithë shkeni për zemër, marrua bëv Zoti në çdo hap që të hidhni, edhe mos u gjemofshi themi në plejt as me një gjem. Edhe unë ju uroj ju jetë të gjatë dhe shëndet. Faleminderit, u paqe. Ju falenderoj që të gjithëve. Miru pafshim! Ky ishte edhe spektakli ynë për sot. Ftoj të gjithë të rinj dhe të reja që të bëhen pjesë e spektaklit tonë. Miru takofshim të premten e ardhshme.
Radio Vlora 101.9